Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji kamomilit duke e përgatitur në këtë mënyrë kuron problemin e pagjumësisë dhe stomakut. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar dhimbjet e barkut. Ai është konsideruar si një nga bimët e sigurta dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me bimët e tjera mund të përmirësojë shëndetin. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet nga secila bimë. Por është e parë se kamomili i përdorur në ilaçe të tjera bimore ka lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthit, të përzierat dhe të vjellat. Përzierja e kamomilit duket se ndihmon edhe të vegjëlt në lehtësimin e dhimbjeve të barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e mishrave të dhëmbëve dhe problemet e shëndetit të gojës, duke siguruar kështu një higjenë më të mirë orale dhe duke parandaluar një sër komplikacionesh. Ekspertët thonë se përdorimi i kamomilit në këtë mënyrë do t'i japë trupit 10 përfitime, të cilat do të sjellin edhe rezultate më të kënaqshme në këtë aspekt. Disa studime dokumentojnë se kamomili është efektiv edhe në lehtësimin e problemeve tuaja dëgjumit. Gjithçka që duhet të bëni është të ta përdorni me kriter. Çaji kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulluntimet tregojnë se kjo bimë është shumë e dobishme dhe ndihmon në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është shumë e mirë në ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili para darkës, mund të ndihmoni të relaksoheni dhe të jeni gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështet shëndetin e kockave dhe lehtëson dhimbjet. Ai ndihmon gjithashtu edhe me problemet e pagjumësisë. Çaji kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cili është një flavonoid. Flavonoidët janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën dhe bollëk të antioksidantëve që ndihmojnë trupin të luftojë toksinat. Kamomili ruan shëndetin e kockave. Çaji kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë. Redukton estrogjenin dhe humbjen kockore. Lehtëson në dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë gjithë jetës së tyre, dhe çaji kamomilit mund të jetë një zgjidhje për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjet. Megjithatë, kamomili është shumë i mirë sepse si energjiku dhe barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike. Struktura kimike të kamomilit përmbajnë aminoacide që lehtësojnë dhe relaksimin. Kamomili është një ndihmë shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga shqetësimet e ankthit. Ankthi është një nga shqetësimet e kohëve moderne, që mund të prekë një pjesë të madhe të popullatës. Dhe kamomili është një zgjidhje shumë e mirë efektive për shëndetin tuaj, sidomos edhe konsumi i përditshëm. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt dhe duke ulur presionin e gjakut, dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi duke përdorur në mënyrë të njëjtë kamomilin. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qetësimeve shpirtërore dhe fizike. Ai mund të ofrojë edhe shumë përfitime për shëndetin tuaj. Lulja përmban flavonoide që pjesërisht përgjigjen edhe për nxitjen e gjumit. Çaji kamomilit me aromë të frutave të ngjashme me mollë të shtyshishëm dhe ka vlera terapeutike. Lulet e thatë të kamomilit luftojnë inflamacionin, mykun, ulçrën dhe përmbajnë antioksidant. Gjithashtu, kamomili është një lehtësues kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Ai është një produkt shumë i mirë edhe në nxitjen tuaj më të mirë të gjumit. Pini një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese, lehtëson shqetësimet dhe gjithashtu sjell përfitime për personat që vuajnë nga pagjumësia. Çaji kamomilit është i mirë edhe për personat që vuajnë nga migrena.
Sa do të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe kur është ajo në kulmin e vet. Zorët tuaja do të qetësohen me përdorimin e tij. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromit së zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjeve. Ai është një zgjidhje shumë e mirë për rritjen e imunitetit dhe mund të sjellë shumë përfitime në këtë aspekt. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatërron ndjeshëm bakteriet e këqija në organizëm. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta i përdorin kamomilin për të lehtësuar plagët e djegjes së lëkurës. Përdoreni çaj në kompresa dhe vendosni në zonën e lënduar të lëkurës. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe në qetësimin e rrafëve të zi. Përdoreni çajin kundër rrafëve të zi. Çaji largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdoreni bustinat organike ose kompresat për të qetësuar syt. Ai është një produkt shumë i mirë edhe në zbardhjen e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar duke e mbuluar kokën me peshqir. Kjo do ju qetësojë dhe do të zbardhë lëkurën. Ai parandalon edhe aknet. Kamomili është plot me antioksidant që lufton radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër entjeve. Pini disa filxhan me çaj kamomil për të qetësuar muskujt dhe bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur entjen e gjymtyrëve. Është një ndihmë shumë e mirë për uljen e sheqerit në gjak. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili është një mënyrë efikase për nivelin e sheqerit në gjak, përmirësimin e shikimit, nervave dhe funksionin e veshkave. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër irritimeve të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzemat, pickimet e insekteve mund të zbuten dhe të lehtësohen me çaj kamomili. Gjithashtu ai është një produkt i mirë kundër kontraktimeve muskulare. Çaji kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit, kundër artritit dhe stresit, citojnë ekspertët health.com. Përdoreni çajin e kamomilit të paktën 1 deri në 2 gota në ditë. Gjithashtu atë mund ta përdorni edhe si gargar kundër inflamacioneve të gojës, të fytit ose në formën e avullit. Kështu përfitimet që do t'i japet trupit tuaj janë vërtet të mira. Çaji i kamomilit është një produkt i cili ju ndihmon edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit dhe vajrat që kanë si përbërës këtë bimë përdoren gjërësisht për vetitë e tyre qetësuese. Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një ndihmës për gjumin ende nuk është si një zgjidhje afatgjatë. Gjithashtu ai është një produkt shumë i mirë për një frymëmarrje të qetë gjatë ftohjes. Nuk mund të themi se kamomili është një recetë për ftohjen, por ai qetëson dhe ndihmon në lehtësimin e simptomave të tyre. Studimet paraprake tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstrakt e kamomili zbut problemet e shkaktuar nga infeksione dhe rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Konsumoni kamomil për të ulur nivelin e stresit. Kamomili përmban apigenine, një përbërës që ka efekte të luftojë ankthin. Studime zbulojnë se personat që përjetojnë shpesh ankth përmirësojnë marrjen e ekstrakteve të kamomilit nëpërmjet kapsulave. Kamomili është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë për të rritur sistemin imunitar. Rënja e sistemit imunitar në këto ditë gjithashtu mund t'ju kushtojë shumë. Prandaj, përfshirja e kamomilit dhe çajit të tij në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të ndihmuar në këtë aspekt. Të paktën një gotë çaj kamomili në ditë do të jetë një avantazh i plot për shëndetin tuaj imunitar, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, citon Brightside. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni, shpërndajeni sa më shumë këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe njerëzit që ju njihni.